Mirë, jemi rikthyer në studio. Kam kënaqësinë që të kem në këtë pjesë të fundit të emisionit ditën e sotme, por jo nga rëndësia, sepse i dedikohemi në këtë pjesë pronat dhe tregu të pasurive të paluajtshme. Armelida Shtiza, sipërmarrëse, eksperte e pasurive të paluajtshme, është bashkuar me mua në studio. Përshëndetje, kënaqësi që të kam. Faleminderit dhe javë të mbar. Kur të gjithë na atakonin për faktin që kishim edhe kishe paraprirë mbi gjitha që në 2022-2023, sepse edhe kur kemi nisur madje kujtoj që emisionin e kemi nisur bashkë dhe ka qenë një nisje e mbar edhe për rrugtimin e emisionit Box to Box. Kujtoj që ke qenë në mënyrë koherente nga ato zëra të cilat i ke mëshuar vazhdimisht faktit që çmimi i pronave në Shqipëri do të vinë në rritje. Edhe kur thoshe vlera 25-40%, për shumë kënd ishin vlera të larta, nuk e besoni, madje konsideroheshin, le të themi këto supozime si supozime që nuk janë afër tregut, që janë supozime që nuk ndodh që të konkretizohen apo të bëhen në realitet, por sot ka dëshmuar dhe dhëna dëshmojnë që ne jemi në këto tregues. Pra, çmimi i pasurive të paluajtshme ka njohur edhe sipas Bankës Shqipërisë, referuar 6 muajit të parë të këtij viti, ka njohur një rritje me 41%, pra gati më shumë se 41%, krahasimisht me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Si vjen për ty kjo? Pra fakti që kanë qëndruar dhe... Për mua, për profesionin që unë ndjek që nga viti 1999, për mua ndjem dhe më thënë e plotësuar në atë bindjen profesionale që unë kam shprehur dhe kam dashur sa do pak të ndihmoj publikun për investimin e radhës që duan të kryen dhe ku duhet të investojnë dhe me cilët profesionistë ato duhet këshillohen ose duhet të kryejnë një transakcion shitblerje, se ku është vlera e rritjes, se nuk ka pronë që nuk shitet. Tani, çështja është që unë druaj të pyes se çfarë do ndodhi në bimësisë. Edhe për këtë do e them prap me bindje, kështu që besoj se janë të sevuar edhe si video dëshmuese, sepse unë kam thënë që nga koha e pandemisë, duke filluar që nga 2022 e ke parashikuar e lartë 2020-2022 tregu i rritjes së çmimit, se si ka variuar dhe kam thënë që do shkojë 45 deri në 60%. Momentalisht ne jemi, domethënë, në trimujorshi i fundit i 2025-s dhe po të bësh një lloj bilance të shkruajtur për 6 muajin e parë të këtij vitit, shifrat nga 2023 deri 2025 kanë arritur 41-45% dhe tani mendohet dhe e mendoj profesionalisht sepse referencat e reja që do vendosën në gjithë Shqipërinë në janar të 2026-s, ajo vetë të kufizon që ti vlerën e pronës mos ta japësh në çmimin ku jemi tani në tregun e pasurisë paluajtshme ku jemi neve sot. Gjë që do të thotë, nëse për shembull 660.000 lekë të vjetra, ose 606.000 lekë të reja, ose 507.000 lekë të re të vjetra dhe 57.000 lekë të reja, referenca, po flasim për qarkun e Durrësit, do shkojë 2.000-2.200 dhe ti vetë je i faktuar që do ketë gati një 42% që akoma më tepër rritje. Dhe kjo nuk ndodh vetëm për apartamentet ose për banesat që janë të viteve para 90 ose janë jashtë rezidencave të investuara lakshi që ne besojmë në projekte strategjike që neve kemi si Rivierë Shqiptare, jemi nga më të vlerësuarit në Ballkan. Këtë e them domethënë me bindje të plot, sepse Kroacia, Malizi, Greqia janë vende turistike që kanë histori shumë më të trashëguar se neve, kanë infrastrukturën e duhur e tjera më radhë. Po planet dhe projektet strategjike të rezidencave luxury në Bregdetin shqiptar, Shqipëria i ka number 1 për gjithë Ballkanin. Aq më tepër që këtu po bëhet për shumë marina më e madhe e Ballkanit. Dhe këto vlera rritjesh do jenë 45-60%, këtë e them prapë me bindje të plot deri në 2030-ën, sepse është kërkesa e investimeve të huaja, ajo që rrit çmimin. Çfarë ka ndikuar në rritjen e këtij çmimi në këto vlera? Po. Ka ja të them. Ne jemi akoma të varfër në metrin katror të një vile luxury premium që ndodhet në një rezidencë, po flas për rezidencat që kanë infrastrukturë të duhur, kanë menaxhimin, administrimin, sikuretinë e tjera. Rezidenca, jo vila, domethënë që janë në zonat rurale të Bregdetit shqiptar, flas vetëm për rezidencat që janë me projekte madhështore. Dhe këto kërkesa vinë
intensive nga klient të huaj, qoftë dhe të diasporës, por që janë me pashaportë të Zvicrës, për shumë, janë pashaportë amerikane, janë shqiptarët tonë, por që jetojnë dhe punojnë në vendet të ndryshme të Bashkimit Evropian. Dhe këto e shikojnë në perspektivë si vlerë rritje një pasurit palytshme, një vile ose një apartamenti në këto rezidenca luksoze, sepse i krahasojnë me vendet fqinj të Ballkanit tonë, qoftë Greqinë, Malinezisë, Kroacinë, që ne jemi në treg shumë të ulët akoma. Unë kam thënë në disa herë në disa intervista, në krahasim po të klikosh për një rezidencë që është e investuar në një nga këto zonat e Ballkanit, është gati 4 fishi, 5 fishi më i lart metri katror se ne jemi akoma. Dhe vetë fakti pse jemi ne akoma të varfër në thonjza në metrin katror të një transaksioni shitblerje në këtë rezidenca, jemi nga infrastruktura, sepse kjo ndikon shumë ekonomikisht, dhe më thëmë për një investim të huaj, qoftë për investitorët të mëdhej, qoftë për një investitor që kërkon thjesht një vilë banimi, ose 2-3 vila për t'i dhënë me qira në sezonin turistik, sepse edhe sezonin turistik për fatin e mirë të klimës që kemi neve si bregdetin shqiptar, ka filluar të zjatët. Më përpara ka qenë për shumë qershor këri gusht, tani fillon që nga maj dhe ka filluar dhe në fund të tetorit. Kjo është një fakt, fakti tjetër është infrastruktura që përbëhet aeroporti i Vlorës, që përbëhen edhe investorët e Kuiruda, dhe kjo e bën një investim të huaj, një kërkesë blerje ke neve për këto trendesh të rezidencave që janë në bregdetin shqiptar, sepse ato e shikojnë dhe për arsye investimi, gjë që do të thotë, në qoftë se ka, i vjen vetë si pushus dhe kërkesa e madhe e turistëve, e ka bërë thjesht turistin që ka për një pjesë, e ka bërë padashje investitor në Rivierën shqiptare, sepse ka zbuluar, që këtu është një thesar vlerash në rritje. Si turist, ka parë që mund sepse ai vetë, më fal, ai vetë ka paguar për shumë 250 euro natën për një apartament, 1+1 e zemë në një zonë të Gjirit të Lalzit. Dhe ai thotë pse mos të blej unë një apartament që është në ndërtime sipër dhe unë e jap në sezonal dhe nxjerr komplet rojën e investimit për punë 10 deri në 12 vite investim kthim mbrapsh. Jo gjë nuk ndodh në tregun global, që të kthehet investimi kaq shpejt sa ndodh në Shqipëri. Për vetë faktin sepse vlerat e metrit katror ne i kemi akoma të varfra në krahasim me vendet ballkanike, në vendet europiane dhe globale. Aq më tepër që po të shohësh një statistikë në gjithë globin, të gjithë pasuritë e palytshme janë rritur 45-48%. Sidomos Riviera e Ballkanit ka shumë kërkesa, sepse momentalisht në shtrirjen gjeografike të Rivierës së Shqipërisë, të gjithë planet strategjike, të gjithë njollat e ndërtimit të këtyre projekteve madhështore, pothuajse janë konsoliduar. Domethënë janë bërë, janë shtrirë, janë ezauruar në kuptimin e turistëve që ato kanë ardhur për të marrë për shembull një vilë 1500 euro nata, një vilë luksoze për flas, qoftë nga Gjiri Lalzit deri në pjesën e jugut të Shqipërisë, dhe janë bërë intensivisht investitor në Rivierën shqiptare. 82% është kërkesa e investimeve të huaja. Investimeve të huaja, sipas bilancit që unë i bëj vetë si pra 82% e kërkesave për të investuar për gjatë vijës bregdetare janë të huaj. Të huaj i them edhe një shqiptar i ton, por që ka pasaportë të huaj. Jo thjesht investitorë që janë të huaj, sepse ka disa portofole investimesh, ka nga ato portofole, po flasim thjesht si investitor, jo tani si banor që duan një vilë për të pushuar vetë. Kjo po është shumë e kërkueshme, po janë bërë nga një vilë që kanë marrë për pushim vetë, ato kërkojnë 2-3 të tjera, për arsye sepse duan t'i punojnë ose me Airbnb ose me Booking, ose duan t'i shesin 3 deri në 7 vite të ardhshme, sepse e shikojnë këtë rrit tregu në krahasim me vendet, se janë më të emancipuar dhe më të ditur se neve, sepse janë investitorë që vinë nga familje investitorësh, janë investitorë disa portofole që janë me ndërtime luksoze në riviera të ndryshme europiane, ku mua më kërkojnë edhe në bregdetin shqiptar të sipërfaqeve të ndryshme për të bërë resorte dhe për të bërë vila, për t'i dhënë me Airbnb, për t'i dhënë me qira, jo për t'i shitur. Sepse vlera e këtyre shikojnë që kanë mbi 7 vjet do jetë e papërballueshme për investitorët e Shqipërisë. Kështu që një sugjerim të thjeshtë, nëse më ndjek dikush, nëse është interesuar të investojë, duhet të investojë brenda janarit 2026,
pa kaluar referenca e Metit Katëror që do 2 fishorët dhe 3 fishorët për zonat bregdetare, si ka qenë ajo e 31 korriku të 2023-shit për zonat kadastrale në qytetin e Tiranës, dhe rivlerësimin do fillojë nga janari, dhe pjesa e rivlerësimit pastaj do bëhet edhe ato banor që i kam pas dëshirën për ta shitur, për të anashkaluar pak tatim fitimit 50% të vlerës së shtuar, që ka qenë çik nonsense, sepse për mua prap ka qenë i lajt, kemi diskutuar domosdoshmërinë të rishihet. Po, të rishihet do jetë 5% dhe kjo mënyre, domethënë edhe për shtëpiat e dyta, do të arrisi kërkesën akoma më të madhe të blerjes në zonat turistike. Unë e them me bindje të plotë dhe një dua ta përforcoj nga analiza që unë e vlerësoj, analizën që edhe ju keni konsideruar si të sakt nga 2022 që kemi qenë në 2023 bashkë, është në zonat periferike të Tiranës, në zonat kadastrale që janë në periferi të Tiranës, rritja e çmimit nuk do shkojë më shumë se 10-15%, sepse ato kanë filluar ta kapin çik majën e Metit Katëror. Për këtu unë jam pak, domethënë nuk ja për rritjet ndaj, ndërsa qendra e Tiranës që kanë përsëritur zonat elitare të Tiranës dhe sidomos Bregdeti në rezidencat që janë në projekte të investuara do ketë 45-60% deri në 2030. Armelita, lidhet kjo duke pasur parasysh edhe deklaratat që janë bërë nga kryeministri Edi Rama në një nga takimet e zhvilluara javën që shkoi me investitor austriak, ai thoya ka që të vinë në Shqipëri dhe të konsiderojnë tregun e pasurive të paluajtshme në Shqipëri, duke qenë se është një treg i cili ende nuk e ka zbuluar. Pra, i pazbuluar dhe nuk e ka shënuar pikun sa i takon çmimeve. Pra, një ofertë të cilën kryeministri e veçoi në raport me vendet e tjera dhe që duke krahasuar. Pra një lloj okazioni që duhet shfrytzuar nga investitorët e huaj. Por e lidhi këtë pak edhe me faktin që Shqipëria nuk është bërë ende pjesë e Bashkimit Evropian dhe qasja apo integrimi, antarësimi i Shqipërisë në BE rrjedhimisht do të sjellë edhe shtrëngtim të mëtejshëm të këtyre çmimeve. Sa lidhen këto tendenca, kjo zhvillim dhe këto projeksione me këto zhvillime është shumë e thjeshtë ata për të kuptuar nga fjalët e përgjithshme dhe është një analizë shumë e saktë e kryeministit Edi Rama se do rriten deri në 2030 dhe shtesa që ai bën për të ndihmuar këto investitor, jo për të bërë në thonjza reklam neve vendit tonë, shtrirjes bregdetare që neve kemi dhe që vlerësohet për ditë më shumë nga kërkesat e investimeve të huaja, por vetë fakti që këto investitorë nuk e kanë njohur ose e kanë njohur rastësisht Shqipërinë sepse kanë ardhur në 2020-ën, kanë ardhur në 2015-ën dhe këtu nuk ka pas as infrastrukturë, as strukturë ligjore. Pengimi kryesor i investimeve të huaja për Bregdetin, po flas sidomos për Bregdetin shqiptar, ka qenë mos infrastruktura ligjore të saksioneve të shitblerë, mos garancia atyre, e këtij lloji statusi ligjor, që momentalisht këto 5 vite, 6 vitet e fundit, siguria absolute ligjore, që unë flas dhe si një ish punonjëse e kadastrit së shtetit, është shumë e falsifikuar dhe janë bërë ligjet njësoj të barabarta si në çdo vend evropian. Kjo është garancia e shtuar. Kjo është garancia e shtuar se në përjashtim për faktin që atij i pëlqente për shumë një sipërfaqe 100 metra për të investuar, po transaksionet e shitblerjeve kishin pika të dyshimit sepse ne vinim nga një parregullsi e sistemit të fundit të gjestimit pasurisë palujtshme. Pra garantohet e drejta e pronës kanë më shumë struktura ligjore. Struktura ligjore tani është për të vlerësuar, për 5 vitet e fundit është, unë e them, prandaj e prezantova veten si ish punonjës e kadastrës, deri para 5 vjetëve, 6 vjetëve, deri para 10 vjetëve, 12 vjetëve ka qenë pak e dyshimt për investitorët e huaj, që nuk mund të dilja do të unë kurse si garant, sepse unë nuk përfasoja shtetin për isha thjesht një në punëse, ose thjesht isha një investitore, si që jam tani një investitore dhe punoj në privatësinë time, dhe nuk mund t'i garantoja. Tani unë e garantoj totalisht sepse struktura ligjore, transaksionet të shitblerjes të pronës, ekziston si në vendet europiane. Dhe pjesa e dytë që kryeministri i vendit e lidh me pjesën e investimit të vlerës të shtuar, duke u futur neve në 2030 në Bashkimin Evropian, është standardizimi i çmimeve që unë kam thënë në ca analiza të tjera mediatike, që do arrim
në çmimet përfundimtare siç e ka Riviera e Ballkanit Evropiane, çdo rivierë e një projekti luxury që ndodhet në Europë, ne do jemi të barazuar. Do të thotë që nuk është e largë dita kur ne do të shkojmë absolutisht jo, dhe nga analizat e mia unë këtë kam thënë që nëse do të investosh për kthimin 2 herë 3 fishi i vlerës që ti po e blen pronën sot, është deri në vitin 2030 është standardizimi, edhe futja jonë e BE-s, po përkon edhe me vlerën e rritjes të çmimit për gjitha vilat, për gjitha sipërfaqet e investimeve, të resorteve, të komplekseve të ndërtimit e tjera me radhë. Ne akoma deri tani që po flasin, jemi shumë të varfër në metrin katror të shitblerëve të pronave, po flas për Bregdetin shqiptar. Këtë the me bindje absolute, duke krahasuar me çdo vend sado afër, Greqia, Malizi, e duke mos dal pasaj ke Kroacia ose në vendet Italia e tjera me radhë. Neve jemi të pasbunuar. Duket një rrugë pa kthim, fakti që rritja do jetë absolute. Rritja do të jetë e pa diskutueshme, nisur nga gjithë këto tregues. Deri më tani, por edhe ato tregues që do definojnë, le të themi, çmimet përgjatë viteve të ardhme. Dhe kjo unë në qoftë se do kem sado fuqi mediatike, sado fuqinë time të fjalës profesionale, do e cilësoja që sistemi i fundit i rigjesimit pasurisë paluajtshme, të paktën për transaksionet e shitblerjeve të pronave, duhet vazhdoj me këtë ritëm korrekt, ligjor, për të bindur siç janë bindur shumica e portofolit të investimeve tuaja, me këtë rregullsi ligjore dhe strukturë që është për t'u admiruar tani që po flasim. Investimet e huaja do jenë vetëm në rritje. Kërkesa e madhe vazhdon dhe rritet çdo 6 mujor. Kërkojnë kodra, kërkojnë resorte, kërkojnë sipërfaqe të ndaja gjeografike, por që fatikisht projektet janë planet strategjike janë miratuar. E qartë. Mirë, Armelita, unë falenderoj sepse kemi mbritur në fund, kënaqësi që të kisha. Faleminderit juve. Faleminderit. Javë të mbar. Faleminderit. Mirë, faleminderit edhe ju që na ndoqët. Kemi mbritur në fund të emisionit edhe për sot. Takimi i radhës është nesër në orën 16 deri atëherë kaloni sa më mirë. Mirupafshi.